Bëjmë unboxing më të madh që kam bërë ndonjëherë në këtë faqe, një krevat gjumi. Fakt unboxing po e bën burri im se unë isha në punë, por nuk ka rëndësi, zëreni sikur jam unë aty. Jo se po t'isha unë aty do bëja ndonjë punë të madhe, po ç'rëndësi ka. Kishim kohë në fakt që donim të merrnim një krevat dopjo dhe më në fund i erdhi radha për të blerë. Pas shumë kërkimeve dhe sherreve me burrin, sepse unë e doja të bukur dhe ai e donte të rehatshëm. Në këtë rast ka pasur të drejtë burri, po nuk doja bëjmë shefin dhe t'i themi që okay, kishe të drejtë. Kështu që mendoj që bëm zgjedhjen perfekte dhe dhe të bukur dhe të rehatshëm. Në fakt nuk është si krevatët klasik që jemi mësuar ne me dyshekun, por ka një formë tjetër dysheku që i ngjason më shumë divanit se sa krevatit. Dhe në fakt që ditën e parë që e provuam na pëlqeu dhe ishte shumë i rehatshëm. Tu burri mendoi se kaq ishte krevati dhe mbaroi dhe i bëri një provë, por në fakt kishte harruar që të vendoste edhe toperin dhe më saktë dyshekun e holl që është dhe pjesa më e rëndësishme e krevatit në fakt. Një arsye tjetër sepse vendosëm që të merrnim këtë krevat ishte sepse kishte këto hapësira që mund të fusje me të vërtet shumë gjëra brenda.